në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, duke evidentuar dhe goditur veprimtaritë kriminale bazuar edhe në informacionet e siguruara në rrugë informative, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja organizuan dhe finalizuan operacionin e kuduar Blitz. Gjatë operacionit në lagjen Liria, shërbimet e policisë lokalizuan dhe ndaluan automjetin me të cilin qarkullonin një shtetas 40 vjeçar dhe një 16 vjeçar. Gjatë kontrollit fizik, 16 vjeçarit u gjet një sasi lënde e dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në vijim të veprimeve, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit 40 vjeçar u gjet një armë zjarri, pistolet me municion luftarak, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve procedurale, specialistët për hetimin e narkotikëve arrestuan në flagrancë shtetasin 40 vjeçar banues në fshatin Barbullush për veprën penale, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe i municionit, teksa referuan gjithashtu materialet në prokuri ku nisi procedimi penal për 16 vjeçarin për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve.